Gjykata kushtetuese ndez sot skenën politike, qeveria dhe Edi Rama kërkojnë rrëzimin e vendimit të GJKK-s që pezulloi Belinda Ballukun pas hetimeve për aferat e tunelit të Llogaras. Seanca paraprake pritet të vendosë nëse çështja kalon në plenare dhe nëse Balluku do të kthehet apo jo në zyrë. Rama ka shpallur ofensiv totale ndaj GJKK-s, pezullimin e Ballukut e quan shkelje flagrante të imunitetit, goditje ndaj ekzekutivit dhe ndërhyrje të drejtësisë në kompetencat e qeverisë, presidentit dhe kuvendit. Me pak fjalë, kryeministri pretendon se SPAK dhe GJKK po i marrin qeverisë të drejtën të komandoj ministrat e vet. Qeveria paralajmëron kaos institucional. Sipas ankimit, vendimi i GJKK bllokon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, krijon vakum në qeveri dhe rrezikon funksionimin e shtetit, ndërkohë GJKK këmbgul. Balluku pezullua se rrezikon të ndikojë prova dëshmitar dhe madje të largohet jashtë vendit për hetimet e Llogaras, unazës së madhe dhe tenderëve të tjerë. Kushtetuesja tashmë është kthyer në fushën e betejës mes Ramës dhe SPAK, ose shembet vendimi i GJKK, ose konfirmohet se për herë të parë një superministër i qeverisë rrëzohet nga detyra me vulë të drejtësisë. Në orën 12:30 Ilir Meta, Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerë rikthehen në GJKK për seancën paraprake që është hyrë disa herë për avokat që nuk vinë, herë për kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, të cilën mbrojtja e akuzon se është nën hetim nga SPAK. Sot pritet të vendoset, kalon dosja për gjykim apo jo, po në të njëjtën orë gjykata e lartë shqyrton rekursin e Metës për masën arrest me burg. Relator mbetet Ilir Panda, megjithse Meta kërkoi ta përjashtonte dhe humbi. Ndërkohë Meta ka hapur edhe një front tjetër. Është ankuar në kushtetuese duke thënë se po mbahet në qeli pa akuzë dhe se vendimet e gjykatave janë antikushtetuese. Ai është në paraburgim që nga tetori 2024, ndërsa Kryemadhi vijon me detyrim paraqitje. SPAK ka bashkuar 3 dosje të rënda në një, çesdia, lobimi LSI në SBA dhe hetimi pasuror. Meta e Kryemadhi akuzojnë për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie, Xhixho për korrupsion, ndërsa Fatime Kryemadhi dhe Ema Çoku për pastrim parash. Mbledhja e PD Kamës pas Kuqan shpërtheu në kaos, bazë kundër qendrës, akuza për mashtrim me primaret dhe zero gatishmëri për llogaridhënie. Në mes të sallës, Flamur Noka dhe Albana Vukshi u ballafaquan me një demokrate që kërkoi analizë për humbjet dhe konsultim me antarësinë, kërkesë që ndezi me njëherë tensionin. Noka tentoi ta mbyllte gojën, por demokratia u ngrit në këmbë dhe e tha troç: "Nuk ri në parti për ju, por për kontributin tim. Për ty nuk ri asnjë sekond." Përgjigjja e Nokës ishte edhe më ashpër. Statuti nuk të pyet për primare, shoqëruar me tregimin demonstrativ të derës. Pamjet e mbledhjes tregojnë një PD lokale që zjen, antarë që akuzojnë drejtimin qendror se vendimet merren në zyrë, jo në bazë, ndërsa deputetët refuzojnë t'i dëgjojnë. Tensioni i kësaj mbledhjeje konfirmon krizën e brendshme që po thellohet nga dita në ditë. Mbi 30 persona të lidhur me grupin e Aldo Bares dhe Fisin Aliçka u shoqëruan për atentatin ndaj Julian Sulës, të njohur si Juli Pashakos. Të gjithë dolën të pastër, të paktën në letër, dhe u liruan pas marrjes në pyetje. Askush nuk di gjë, askush s'ka parë gjë, ndërkohë pista e autorëve është thuajse fantazëm. Makina e vjedhur në Greqi në 2022-shin, targat po në Greqi, por një vit më herët. Policia greke kthen përgjigje tipike, vjedhje pa autor. Pasi e dogjën automjetin në fshatin Lifaj, autorët duket se u zhdukën në përara dhe kanale bujqësore në një zonë pa kamera, pa dëshmitar, pa asgjë. Rezultati, dinamik ka, autor nuk ka. Kush është shënjestra? Julian Sulo, emër i vjetër në kronikën e zezë të Lushnjës, i lidhur me konfliktet me njerëzit e Bares, i dyshuar dikur për atentatin ndaj Xhulio Shkurtit në 2017, çështje nga e cila shpëtoi për mungesë provash, ngjarje që njihet si masakra e Lushnjës, ku vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, por kjo nuk është përpjekja e parë për të hequr qafe Sulon. Në 2016 ju bë atentat nga Ariana Liço, njeri i Bares. 2018 arrestohet me armë në makinë. 2023 i konfiskohen pasuri, apartament 120.000 euro, një Porsche Cayenne dhe 70.000 euro kesh. Sulo njihet si person me precedent të rrezikshëm, i futur në përplasje mes dy fisëve që prej një dekade lën gjak në Lushnjë, ndërsa policia kërkon autorët në ara pa kamera. Lushnja pret goditjen e radhës. Përballë rrugës së Kavajës po përgatitet të shpërthejë një skandal klasik alla Tirana e ndërtimit. Dy kulla 210 milionë euro të deklaruara nga Globe Trades Group, një kompani që ka vetëm 3.5 milionë euro kapital dhe zero transparencë për burimin e parave. Ky është rasti që drejtësia duhet ta marrë me siren të ndezur, sepse gjithçka këtu u lërin para të pista, transfert kriminale dhe skem tipike pastrimi. Hetimi çon në dy pista të errta. Pista e parë, partneri fantazëm nga Maqedonia e Veriut, Festim Ejup Dervishi, hyn ortak me dedjat në vitin 2019, deri diku normale, por çmimi 24% e kompanisë shitet për 24.000 lekë, një shumë sa paga minimale e kohës.
ndërkohë që kompania deklaronte kapital 3.4 milion euro, absurditet total. Pikërisht ky transaksion ndezi alarmin e antikrimit ekonomik, i cili në bashkëpunim me Maqedoninë e Veriut zbuloi marrëveshjen e dyshimt, transferim ilegal vlerash që kanalizoheshin në ndërtim në Shqipëri përmes Globe 3X. Kur Dedja u njoftua për hetimin, lëvizja ishte e menjëhershme. Në gusht 2020 aksionet kthehen mbrapsht, po me 24.000 lekë, një shenjë klasike e panikut, por lidhjet mes palëve nuk u ndërpren kurrë. Skema avion, rrugët e parave, jo. Pista e dytë. Kompania hije e familjes Dedja, Dyren Investment Group, krijuar në 2022 nga vajzat e dhëndri gjerman, me nënën Dedja si administratore, deklaron aktivitet ndërtimi dhe financim nga Gjermania, por nuk ka asnjë qarkullim, asnjë bilans, asnjë shifër. Qendra kombëtare e biznesit e ka bosh. Hetimet flasin për veprimtari të dyshimt, fonde pa burim dhe rol ur për para që hyn në Shqipëri pa gjurmë fiskale. E gjitha kjo, një kompani me kapital qesharak, një ortakëri fantazëm, një firmë hije familjare dhe një investim prej 210 milion eurosh në zemër të Tiranës. Në çdo vend normal, kjo do të ishte dosje e gatshme për SPAK. Në Shqipëri, kullat ngrihen më shpejt se hetimet. Vetvendosja ndezi motorët për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Albin Kurti zyrtarisht kandidat për kryeministër. Vendimi erdhi në mbledhjen e 61 të Këshillit të Përgjithshëm, ku Glauko Njufca griti flamurin politik të lëvizjes vetvendosje dhe shpalli Kurtin si kryeministri më i suksesshëm dhe më i votuar në historinë e Kosovës. Por fjalimi i Konjufcës nuk ishte vetëm ceremonial, ishte një sulm i drejt për drejt ndaj opozitës, të cilën ai akuzoi për bllokim të qëllimshëm të proceseve shtetërore. Sipas tij, opozita ka refuzuar çdo mundësi qeverisjeje, edhe kur kishte numrat, vetëm për të krijuar krizë dhe për ta shitur atë si dobësim të Kurtit. Janë gati ta çojnë vendin tek umnera vetëm të dëmtojnë lëvizjen vetvendosje, deklaroi Konjufca, duke i cilësuar veprimet e tyre si sabotim të hapur politik. Me këtë zyrtarizim, Kurti hyn në garë për mandatin e radhës në një klim politike që po zjen, ku çdo deklaratë shigjet dhe çdo lëvizje është betejë. Kosova futet në fushat me tensionet më të larta të viteve të fundit. Papa Leone i 14 nisi udhëtimin e tij të parë jashtë Vatikanit dhe nuk zgjodhi një sken të qetë. Turqin, vendin ku 1700 vjet më parë u mbajt Këshilli i Nikeas, themeli doktrinar i krishterimit. Në Iznik, ai do të ulet në një tavolinë të përbashkët me krerë të kishave lindore dhe perëndimore për dërguar mesazhin më të fortë. Mbaron koha e ndarjeve. Papa do të vizitojë edhe xhamin blu në Stamboll, një gest i qartë për dialog me botën muslimane, duke ndjekur gjurmët e Benediktit të 16 dhe Franceskut. Me gjithë tensionet në lindjen e mesme dhe bombardimet izraelite në Beirut, Vatikani nuk tërhiqet. Programi për Libanin mbetet i pandryshuar. Atje Papa do të takojë udhëheqës fetar dhe të rinj, ndërsa kulmi do të jetë ceremonia në sheshin e portit të Beirutit, vendi ku shpërthimi vitit 2020 la mbi 200 të vdekur. Leone i 14 po përcaktohet si një pap i kujdesshëm, patonet politike të paraardhësit, por me qëndrime të qarta humanitare, sidomos për emigrantët. Në Turqi do të flas anglisht me theksin e tij chicagoan, ndërsa në Liban edhe frëngjisht, duke dërguar sinjal se diplomacia e tij është më tepër ur se sa telegram. Tronditet zemra e Washingtonit, vetëm pak blloqe larg shtëpisë së bardhë, dy pjesëtar të gardës kombëtare u qelluan për vdekje në mes të ditës. Autori i dyshuar i plagosur rënd ndodhet në spital në mbikëqyrje të rrept, ndërsa policia ka izoluar zonën tek 17th Street dhe ka hapur hetim të nivelit federal. Nga shtëpia e bardhë reagoi menjëherë presidenti Donald Trump, i cili u informua në kohë reale dhe i quajti autorin kafsh, duke paralajmëruar se do të paguajë çmimin më të lartë të mundshëm. Garda kombëtare, e cila prej gushtit është vendosur në DC për fushatën antikrim të Trump, deklaroi se po bashkëpunon ngushtë me policinë dhe se siguria e trupave është prioritet absolut. Washingtoni mbetet në masa të rrepta sigurie, ndërsa pyetjet për motivin e atentatit vetëm rriten. Hong Kong u zgjua në mangth, 55 të vdekur, 268 të zhdukur, një ndërtesë e kthyer në hi dhe një qytet që ende nuk po merr frym. Një zjarr masiv i ushqyer nga 22.7 kg fishek zjarr të fshehur në katet e sipërme, shpërtheu si bombe e programuar, duke përplasur flakët poshtë lart ndërtesës, të mbushur me banor. Shpërthimet u dëgjuan në gjithë lagjen, njerëz të bllokuar në shkallë, dritare që shkrinin, thirrje për ndihmë që humbën në tym. 51 persona vdiqën në vend, 4 në spital. Madje edhe një zjarrfikës humbi jetën në përpjekje për t'u afruar qendrës së flakës. Kjo është tragjedia më e rëndë që nga viti 1962, kur fishek zjarret në Shamshui morën 44 jetë dhe lanë pas një qytet të shokuar. Historia u përsërit, vetëm më egër, më e shpejt dhe më e pamëshirshme. Autoritetet kërkojnë ende të zhdukurit, ndërsa Hong Kongu pyet veten si është e mundur që në 2025 një ndërtesë e tërë të shndërrohet në kapsoll gjigande.